I zhdukur prej një dite, gjendet 65 vjeçari pa jetë pranë kanalit Kullues në Divjak, viktima mblidhte kanaçe në rrugë. Një 65 vjeçar gjetur i mbytur në një kanal vaditës në fshatin Goricaj Divjak. Sipas njoftimit policisë nga këqyrja paraprake, në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja dhune. 65 vjeçari kishte humbur kontaktet me familjen që ditën e djeshme. Rreth orës 18 në fshatin Goricaj në një kanal vaditës është gjetur i mbytur shtetësi MG 65 vjeç banues në Gorica, i cili ka humbur kontaktet me familjarë ditën e djeshme. Nga këqyrja paraprake janë konstatuar shenja dhune. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit, njoftoi policia.